Juli Simoni është në një komunikim. Përshëndes, Juli. Ju përshëndes nga Lezhë. Aida në fakt, si e thatë edhe ju, gjykata e Lezhës ka dënuar me 17 vite, 8 muaj burg, në total 3 persona të marrë të pandehur në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit, mes të cilëve edhe vëllai në ish deputeti të Partisë Socialiste Eduard Ndreca. Armando Ndreca u gjet fajtor për kryerjen e veprave penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike, dhe dënuar me 4 vite e 4 muaj burg, ndërsa për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotike, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Lirin Bulica e shpalli të pafajshëm. Po ashtu, 2 personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, Elvis Shpellxaj dhe Armel Nikdukaj, u dënuan me nga 6 vite 8 muaj burg secili për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe shitja atyre, si dhe vjedhja energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Të 3 personat përfituan lehtësira nga gjykimi shkurtuar dhe bashkimi i dënimeve, ndërsa duhet theksuar fakti se ata u arrestuan nga policia e Lezhës në muajin prill të vitit 2024, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur një stand për kultivimin e drogës. Nga ky ambient u sekuestruan 2973 bimë narkotike, disa prej tyre fidan të gatshëm për të kultivuar në tokë, një sasi lëndë narkotike, kanabis sativa, 50 lampa, pajisje ventilimi, sendet e tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale, si dhe 3 aparat celular, të cilat normalisht kanë shërbyer edhe për prokurorin për të zbardhur aktivitetin e këtyre 3 personave. Goditja e këtij rasti të kultivimit të bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit erdhi pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga policia e Lezhës në drejtimin e prokurorisë, e cila pra finalizoi edhe operacionin në këtë zonë, ndërsa duhet thënë se hetimet dhe personat në fjalë ishin mbajtur në vëzhgim kohë përpara, dhe tashmë jemi përballë faktit se gjykata e Lezhës, gjykata jurisdikcione të përgjithshëm Lezhë, i ka shpallur fajtor 3 të pandehur, duke i dënuar në total me 17 vite 8 muaj burg, por normalisht ata do të kenë mundësi që ta ankimojnë vendimin në gjykatën e apelit. E kuptoj. Ndërkohë, duket se kemi vendime të rëndësishme, Juli, sa i takon gjyqësorit, të paktën në Lezhë, nga mënyra se si ne kemi ndjekur çështja e drogës, çështja e pronave, po ashtu. Ndërkohë, çfarë lidhje ka vëllai ish deputeti i Partisë Socialiste në këtë aktivitet? Në fakt duhet theksuar fakti se personi në fjalë, vëllai ish deputeti të Partisë Socialiste Armando Ndreca, nuk është kapur në flagrancë në momentin kur është kryer operacioni i policisë. Janë gjetur aty vetëm 2 personat e tjerë, por duke i referuar dosjes hetimore, pra nga kthyrja e telefonit dhe përgjimeve, ka rezultuar si implikuar pikërisht në këtë veprimtari të palishme, dhe normalisht prokuroria e Lezhës e mori të pandehur dhe çoi dosjen për gjykim në gjykatën e Lezhës, dhe normalisht ajo çfarë kërkoi prokuroria pra është pranuar dhe nga gjykata, duke dënuar për 2 vepra penale, ndërsa për një tjetër, pra për shitjen e lëndëve narkotike, ai është shpallur i pafajshëm nga trupa gjykuese, e cila është marrë pikërisht dhe ka gjykuar këtë çështje penale, ndërsa duhet theksuar fakti se ai në vazhdimsi ka mohuar akuzat, pasi fillimisht u arrestua nga policia, u la në masë e sigurisë detyrim paraqitje, dhe më pas u gjykua pra në gjendje të lirë, dhe tashmë jemi përballë faktit se gjykata shkallëse e parë ka dhënë edhe dënimet pra në lidhje me këtë rast. Faleminderit, Juli, për gjithë sa solla në vëmendje për këtë çështje.